Atëherë ne jemi shumë kafshëdashës si unë, ka dhe më ekstrem se unë, vërtet, që bëjnë dhe vullnetarin, lënë gjitha punët dhe bëjnë gjithçka. Më bëhet shumë qefi që janë, por më vjen shumë turp që Shqipëria ka namin internacional që ne jemi barbar me kafshët. E vazhdoj e them, epiqendra e fermës do t'jetë ai personazh që do jetë mbreti i fermës dhe do lulëzoj ferma. Ushqimet i kemi pasur, me thënë të drejtën, bio, kur hapej shalqini, e hapnim te kati parë i pallatit, e hanim gjithë fëmijët, e hapte mami dhe ja priste fetat fëmijëve dhe ku ndërmonte ra shalqi 2 orë aty. Nuk bëhet dot vetëm për atë që po flas unë. Bëhet me miq dhe bëhet me njerëz, po njerëzit aty e kanë mendjen të futen në një organ. Përshëndetje. Përshëndetje. Qysh jeni? Ndjehemi shumë mirë dhe jam shumë e lumtur që je këtu sot. Sot ju zonëm kështu, na thojmë pick, sepse ishe du bë foto, apo ti komentu për banorët mbrana? Jo, gjithmonë kur duhet të bëjmë foto na fikin dritat, mbasi mbarojmë spektaklin dhe pastaj na thonë ju lutem bëni postimin për fermën. Atëherë si mund të bëjmë një foto pa drita? E vërtet, për ka njëherë ku ti kin dritat, ti e drit vetë. Je opinionistja kryesor e fermës VIP. Atëherë, ne jemi të Fermës Club. Fermës Club, okay. Nuk kemi kaluar akoma atje, besoj se ndoshta vitin tjetër do aktivizohem. E kisha lënë pak pas dore televizionin, sepse dhe shkolla dhe kongreset nuk më japin kohën e dur, dhe tani filloj dhe nuk e di a do i përballoj dot të dyja, sepse jemi shumë të ngarkuar nga puna. Ama televizioni është bota që unë pëlqej më tepër, gjej veten aty, dhe pjesa e fermës më përshtatet. Jo vetëm kafshëdashëse, po e natyrës, e dashuroj natyrën dhe do doja shumë që ferma të kishte disa personazhe që e tregojnë sa e bukur është jeta fshatit, e tregojnë sa e bukur është jeta bio, e tregojnë sa bukur është të bësh djathin vet, gjizën vet, gjalpin vet, më kupton? Apo dhe të eksperimentosh në një botë të lirë, sepse aty ti je i lirë me natyrën dhe mund të eksperimentosh shumë. Dhe unë shikoj këtë mangësi. Pra ne po qëndrojmë akoma te këto temat e ngurta që kjo klikohet dhe hajde bëjmë këtë. Jo, unë nuk do doja këtë. Do doja personazhe që krijojnë një ambient tjetër. Unë këtë do bëja, po t'isha brenda. Ne e dim që ti je femra më së shumti që i don kafshët. Sa pi dojnë fermerët mrena? Atëherë ne jemi shumë kafshëdashës si unë, ka dhe më ekstrem se unë, vërtet, që bëjnë dhe vullnetarin, lënë gjitha punët dhe bëjnë gjithçka. Më bëhet shumë qefi që janë, por më vjen shumë turp që Shqipëria ka namin internacional që ne jemi barbar me kafshët, sepse e kemi këtë. Nga mesazhet që u marr nga jashtë më thonë jeni akoma shumë dobët me stabilizimin e edukatës në kafshëve, ku Kosova e ka rregulluar këtë pikë më tepër se sa ne. Dhe u ndaj dhe atë ariun e vogël e solla te ju. Aty deshta dalë. Sepse nuk e kemi ndërtuar akoma një qendër, një sanctuary për arinjt apo kafshët e egra, sepse s'kemi vetëm ari. Ata mund të dëmtohen në mal dhe gjithë institucioni që mbron pyet duhet ta ketë një pikë ku duhet i mbledhim. Jo vetëm ne si vullnetar. Do doja shumë që Kosova të rregullonte politikisht, është një leje, CITAS, që ata nuk e kanë. Sepse nëse unë do kaloja ariun, duhet isha arrestuar, sepse isha pa letra, se CITAS nuk e ka Kosova. Edhe do i bëj thirrje shtetit të Kosovës, nuk e di sa do na e dëgjojnë këtë, do doja shumë që t'ja përcjellja, që të rregullojnë lejen CITAS, që të mund të lëvizim dhe kafshët, sepse aty ka ngelur dhe një luan, dhe nuk po flitet, që duhet të iki në botën e tij, në vendin e tij të kthehet dhe nuk lëviz dot. Pra ju nuk e keni këtë leje CITAS për t'i lëvizur kafshët, por keni atë qendrën e mrekullueshme, keni vullnetarët të arinjve, ku arinjt aty jetojnë si mbretër. A ke vizituar Ion Tan? Me akullore, Manisin, nuk po e postojmë sa t'i rregullojmë letrat. Është rritur, është bërë si dash, është bërë i bukur dhe shumë njerëz më kanë shkruar dhe më kanë thënë këto postime na mungojnë, këtë botë e dëshurojmë. Njerëzit, unë e di që kanë atë thirrjen e shprehisë genetike, atë që unë kam studiuar, epigenetikën, sepse ne jemi të ndërtuar nga çdo materia që përmban natyra dhe ne na thret natyra. Dhe ndaj njerëzit e pëlqejnë natyrën, më kupton? Dhe kur shikoj një ari që ti e ke shpëtuar e dashurojnë gjithë, kam pasur
ekstrem mesazhe, sepse storyt e mia të përditshme me Ariun, me biberon. Dhe kur i them që do e çoj në Kosovë dhe jo në Greqi, se edhe Greqia ka një qendër, dhe çdo ta lëm te malet tona. Mas mirë. Po Kosova tha nuk ka leje citas. I them, po nëse Ariu kalon vetë kufirin dhe ecën, çup. Çfarë do t'i bëni? Po qeshnin. Imagjino dhe Ariu arrestua me policin duke mbajtur shënime, ishte skem fantastike, po këto bëma vetëm unë mund t'i bëj, e kupton? Me Ariu me beba. Sot isha edhe unë pjesë e panelit Ferma Club. Çfarë të duk prezentimi im? Isha keq, mirë, apo çfarë edhe kritik, çfarë do që t'jetë? Kushtrim, ajo që i mungon opinionit shqiptar, duhet të pranojmë ti pranojmë individët dhe personazhet siç janë, pra të mësojmë të lexojmë. E kupton? Ne duhet të lexojmë. Është e fjala e parë, po kalojmë te muslimanët që thotë ikra, lexo. Ikra. Tani të lexosh nuk do të thotë vetëm të lexosh libra, do të thotë edhe të lexosh individët. E kupton? Dhe momentin që unë ty të lexoj në këtë karakter që ti ke, atëherë unë të pranoj kështu siç je. Ama mund të krijojmë debate konstruktive për tema të ndryshme. Më kupton? Dhe për mendimin tim, unë të pranoj kështu siç je, të kuptova si je, sepse ishe i ri këtu tek ne dhe ishe i lirë në shprehin e opinionit tënd. Por i prer me thik. Pra është e jotja, është okay, sepse unë ta kuptoj këtë dhe mendoj që rrugës besoj se do ta ndryshosh, sepse në të tilla spektakle unë mendoj që ne duhet të analizojmë ngjarjen, jo të pritemi me thik, se ne aty nuk e kuptojmë që këto janë falso, të pozicionuar, kopjojnë, kuptojnë çfarë do publiku jashtë dhe hajde ta bëj brenda, apo janë të lirë në botën e vet. Unë do doja shumë që të ishin të lirë në botën e vet. Unë atë aspekt i paragjykoj, i komentoj. Po nuk i gjykon dot se ti nuk e di se si janë. Akoma nuk e dim se si janë, realisht domethënë. Akoma nuk e dim. Se ja çfarë ndodhi sot me Frederikun. Frederiku jashtë është një njeri dashamirës, babaxhan, ka ruajtur atë traditën, ajo gjuhave të bukur, ato filmat e tij të mrekullueshëm, e ka atë orientimin siç ka qenë nëpër filma, e ka dhe kur e takon në jetën reale, por nuk po e përcjell. Është pozicionuar në këto reality show që të grindemi se klikohen grindje, të bëjmë lajm dhe të jemi epiqendra e fermës duke u grindur, ja. E vazhdoj e them, epiqendra e fermës do të jetë ai personazh që do jetë mbreti i fermës dhe do lulëzoj ferma. Unë kështu e mendoj fermën. Unë fermën nuk e shikoj si spektaklet e tjera që shikojmë. Nëse spektaklet e tjera kanë në qendër psikologji njerëzore, hajde ta testojmë një njeri në kafaz, këtu ne duhet të testojmë një njeri që përshtatet me natyrën dhe ç'mund të krijojë ai me natyrën. Unë do doja shumë të isha te ferma. Realisht. Edhe unë. Do doja shumë. Do doja të bëja atë gjalpin tim gay që e bëj me ato bimët e mia që lëshoj brenda. Do doja shumë që mia tradicionale që shkërina mas tyre. Jo, nuk janë tradicionale, të sajoja aty me natyrën. Pra është si të ngelurit në ishull. Pra ç'mund të bësh ti aty pa pasur nevojë për as për reklamat e firmave, nuk do doja fare këto makaronat e këtyre, ti bëja vetë makaronat aty. Dhe të bëhesha me miell, sepse në shtëpinë time nuk e bëjmë dot se bëhet shtëpia pis. E kupton? Edhe qeni është mësuar ashtu se bëhet pis, ndërsa aty do doja të isha e lirë. Do jetoja 100 ditë të lira, të lahesha me miell, e kupton, do të bënim këto të bukurat, një shtëpi private që ke hapësirë sa të duash, të ndërtosh kolibe, do i ndërtoja 5 kolibe atij qeni që të lozde, e kupton, me çekiçe me sqepar, siç kemi qenë. Në vitet 90 ashtu jemi rritur. Unë kam shijuar jashtëzakonisht jetën në Krujë. Do shta kemi qenë dhe fëmijë shumë të mirë, prindrit i kishim shumë të mirë, që na linin të lirë, na varnin atë Chelsea këtu, ushqimet i kemi pasur, me thënë të drejtën bio, kur hapej shalqini, e hapnim te kati parë i pallatit, e hanim gjithë fëmijët, e hapte mami dhe ja priste fetat fëmijëve, dhe ku ndërmonte era shalqi 2 orë aty. Pastaj fillonim të loznim të larg shumë shalqi, me zorrën me ujë lanim duart, domethënë një jetë e lirë. Ajo është ferma. Dhe ajo është jeta. Unë mendoj se ajo është edhe ajo i mungon njeriut. Njerëzit janë futur në një katror, kallçuku, plastike dhe qëndrojnë. Pra duhet, jo. Unë do doja shumë që këto fermerë dhe do doja shumë të hyja një ditë te ferma. A hym bashkë. Por nuk e di ma na lejon Agaj. Do doja shumë lejen Agaj që të hyja një ditë. Na lejon vetëm 2 ditë. Ta bëjmë zjarë aty hën dhe do ikim.
do ishte shumë mirë dhe për Linarën do ishte shumë mirë sepse jemi shoqja dhe besoj se do e priste këtë surprizë. Si e prite ofendimin, kërcënimin, paragjykimin edhe gjithçka se s'po duaj për Elinarën? Elinara është një botë i pranon njerëzit siç janë më tepër se sa unë. Kemi qenë të dyja në këtë karakter. Por unë kam qenë gjithmonë në këtë pjesën, unë adhuroj njerëzit që përmbahen. Ato që ti e folja këtu për fëmijët. Unë e vlerësoj dhe e ngjis një shkallë më tepër njeriu që përmbahet dhe di ta stopoj veten. Sepse nëse kemi një psikolog i cili thot, si mund ta dalloj unë sot, në një vizitë në zyrën time kam një që është me kartel dhe ka probleme psikologjike dhe një njeri që është normal. Njeriu normal vetë përmbahet, se ku e bën dallimin psikologu? Po, normal. Pra nga kufizimet, nga sjelljet dhe nga logjika. Dhe unë mendoj që të ngjit një shkallë më lart vetë përmbajtja dhe aktivizimi i logjikës njerëzore. Në momentin që ti mendon jo vetëm për vete, por edhe për botën, atëherë unë mendoj se ti duhet të jesh një shkallë më lart se egoizmi. Më kupton? Pra unë jam kundër egoizmit ekstremist. Me fjalë tua. Dhe Linara është një njeri që mendon dhe për të tjerët, se unë e di. Okay. Unë e di, aty tek ferma e shikoj pak të ngurt, shikoj vetja e saj është ajo që është e dashur, që shkon me të gjithë mirë, po dale, po ka ato shprehje veta tipike. Ajo është Elinara. Ajo është Elinara kur vishet, kur bëhet gati, i merr avash avash, dale ta provoj këtë vatin, provon 100 palvat, tipike femër. Domethënë e adhuroj këtë pjesë tek ajo, sepse është femër gjenuine 100%. Se si më duket kjo, nuk i merr gjërat shkurt dhe i do shumë kafshët dhe natyrën dhe pikturën. Ka botën e saj tek më lër të shpreh thot veten time në një art, e dashuron artin. Nuk ka pasur kur mundësi që ta shpreh veten në art, sepse nga martesa ajo u shkëput. Dhe Elinara kur nuk ka pasur mundësi as të realizojë atë këngën ekstreme të ëndrrës së saj që e ka pasur, e lindte gjithmonë për gjysmë. Kur niste diçka të bukur që mund të godiste, i thoja kjo është e bukur, atë lindte për gjysmë. Përfundonte një këngë tjetër. Kupton? Dhe jetën me fëmijët ka qenë një nënë e mrekullueshme. Ka qenë shumë e mirë. Dhe unë dua që ta fitoj edhe për ekonominë, sepse është gruaja e divorcuar dhe do e ndihmonte shumë. Më kupton? Dhe nëse unë do isha brenda, bashkë me Elinarën, unë do ja lija radhën e Elit të fitonte. Edhe na besojmë që Elinara do e merr, se ajo e ka kriju bazamentin e fitores. E dua shumë. Nuk ka krijuar aktivitetin përfitues. E ka kriju bazamentin. Kurse, po pra se nuk ka aktivitet. Elinara përqendron ashtu është gjenuine dhe aktiviteti i saj nuk bëhet dot vetëm për atë që po flas unë. Bëhet me miq dhe bëhet me njerëz, po njerëzit aty e kanë mendjen të futen në një organ. Më kupton, unë e di, se po të hyj unë Elinara do ndryshoj. Do e shikosh që do jetë tjetër Elinara, sepse di unë ta aktivizoj ato. Pra duhet kesh miq dhe shok dhe duhet kesh njerëz të zgjuar brenda që t'i aktivizojnë banorët në tema që janë realisht të dobishme për shoqërinë. E di çfarë është më e rëndësishme në këtë botë? Njeriu më i mirë në këtë botë është ai që është i dobishëm, jo ai që është më i bukur. E vërtet. Pra ne duhet jemi të dobishëm në të gjitha temat, në të gjitha sferat, në të gjitha qelizat e jetës. Ne duhet jemi të dobishëm. Unë e tham Dhe i dobishëm, ndonjëherë është dhe vetë e keqja, e kupton, kur ti ngacmon atë të keqen që të ngresh antitrupat. Më kupton? Po. Se ne kur bëjmë një vaksinë, brenda kemi virusin. E vërtet. Pra, edhe vetë e keqja e ka atë dobinë e vet për të rritur antitrupat që të rregullohet një pikë që ndoshta ka ngelur e pa rregulluar. Pra, gjithçka në këtë botë është për të qenë aty. Si e bardha, si e zeza. Më kupton? Unë tham gjithmonë është më merr për trunin sulmanzier, sepse shpreha ime dhe mendimi im është mendimi im. Dakord, po duhet në momentin kur ti je tek pjesa idealeve të tua, ti po mbron idealet e tua dhe më pëlqen. Njerëzit që mbrojnë idealet e veta dhe i stand, pra ato që ndrojnë, se po e them se jemi në këto prerjet që bëjmë dhe klikohet dhe anglisht. Pra kur ti që ndron fort, është e shpreha anglisht shumë e fort, we have to stand. Në momentin kur ti duhet të përballësh veten dhe ta implementosh veten me shoqërinë, duhet jesh më elastik. Ma beso këtë. Më sfungjer. E kupton, thithim, mbajmë dhe atë që kemi edhe mund ta japim, sepse t'japësh për mendimin tim është ai momenti ku ti bëhesh super i dobishëm.
Faleminderit që ishe pjesë e Kosova Infos. Kosova ju dua shumë, më mungoni shumë, aty kam dalë për herë të parë me fitnessin, është pjesë e jona, është një kufi, është një kufi që nuk do doja të ishte, sikur se ishte justifikimi i Mariun, se më thonë mua e ke letrën, i thash ne s'kemi kufi. Me mua po merresh, i thash për kufirin, po më kërkon ti mua le, unë s'njoh kufi. Atë po qeshnin, sepse unë realisht nuk njoh kufi me Kosovën. Edhe nuk kena prej një Nuk majit duhet kishim kufi, ju duhet ishit Shqipëria e Veriut. Na jena Shqipëria madhe. E kupton? Ju duhet ishit Veriu janë, pozicionimi i Veriut tonë. Unë nuk e kuptoj që është ky kufi, po nej, se kemi kohë. Nga erdhëm dje, Kemi kohë për politika. As nuk na kontrollon E di, kemi. Edhe diçka një pandjenje shumë e mirë, thash, ua, këtu po marrë fry mirë, vetëm diçka që më pengoj, na i kesh i bë 2 pagesa rrugore. Kjo është politika e Ramës, unë jam konservatore, jam tegediata. Ma mirë ke kufini mu kam, sa ku... Duhet patjetër të futem në politikë dhe të sjellim një politikë konservatore, sepse unë gopëm me të majtën besoj. E di çfarë thash unë dje, sepse unë e kyshna edhe në rrjetet sociale live, edhe thash, o njerëz, edhe na kosovarët duhet t'i qesmi taksat rrugore për shqiptarët dhe për gjitha ata persona që nuk janë shtetas të Kosovës. Thash se 2 pagesa i banëm. Patjetër zotit kryeministër Ramës duhet ja themi këtë që në shtetasit e Kosovës nuk duhet paguajnë. Dakor? Vërtet. Fjala jote jo mbi shtësorës, po në vesh zotit e Ramës. E ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjanat e mira i sjellën veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë. Aty ku e bukur ka një emër, ai emri na. Kosova Info.